Këtu fjala nuk është për Zvërnecin, këtu fjala nuk është për flamingot, këtu fjala nuk është për turizmin, këtu fjala nuk është për mjedisin, këtu fjala është për presidentin e Shtetit Bashkuara. Tani, çfarë kanë të tjerët me presidentin e Shtetit Bashkuara, nuk mund ta importojnë në Shqipëri dhe mbi të gjitha nuk mund përdorin shqiptarët si mish për top. Nuk mund t'i përdorin shqiptarët që shqiptarët i dalin kundër vetes, t'i dalin kundër të ardhmes, t'i dalin kundër rrugëve të rritjes mirëqenies. Nuk duam ne turizëm elitar, se turizmi elitar nuk është për ne. Se turizmi elitar është për ata që kanë shumë lek. Dhe ne nuk shkojmë dot të kemi akses në këto rezorte. E kundërta është e vërtet. Ne na duhet sa më shumë turizëm elitar, sepse çdo lek që vjen është gati 2 fishi. Për çdo lek që vjen, për çdo euro që vjen, është gati 2 euro. Ajo që futet në ekonominë e komunitetit dhe të vendit.